Shqipëria ka në muajin tetor një ndeshje mjaft të rëndësishme ndaj Serbisë, ku për të dyja skuadrat mund të jetë bileta e fundit për një vend në botror. Si kuqezin, ashtu edhe serbët janë të detyruar të marrin më të mirën nga ky takim në mënyrë që të kenë të sigurt vendin e dytë në grup. Sa kaq, trajneri i Serbisë Dragan Stojković ishte prezent në ceremoninë e topit të artë, ku në shoqërinë e figurave të njohura si Hristo Stoichkov dhe Predrag Mijatović komentojnë ndeshjen ndaj kuqezinëve që luhet në tetor. Me Pexhan gjithmonë kam diskutime për futbollin, ekipin kombëtar, sfidat e ardhshme. Folëm për ndeshjet kundër Shqipërisë dhe Andorrës. Për ne ndeshjet e tetorit janë vendimtare për sa i përket kualifikimit për Kupën e Botës. Duhet të jemi gati dhe të tregojmë fytyrën tonë të vërtetë. Duhet të jemi gati dhe të tregojmë ngjyrat tona të vërteta. Kohët janë ndryshe, futbolli ka ndryshuar shumë, lojtarët sot kanë kushte shumë më të mira stërvitjeje, infrastrukturë më të mirë, luajnë në fusha më të mira, u shpreh Stojković. Ditët në vijim pritet që trajneri Stojković të publikojë dhe listën me futbollistët e grumbulluar për ndeshjen ndaj kuqezinëve, teksa mediat serbe raportojnë se do të ketë dy risi. I pari është Aleksandar Stanković, mesfushori 20 vjeçar që aktivizohet në kampionatin belg me klub Bruges, i huazuar nga Interi. Mesfushori, i cili është njëkohësisht dhe djali një prej ikonave të futbollit serb, Dejan Stanković, nuk është grumbulluar asnjëherë më parë me ekipin A. Emri i dytë është ai i Andre Ilić, sulmuesi 25 vjeçar, aktivizohet në Gjermani me skuadrën e Union Berlinit dhe pikërisht do të jetë për herë të parë në listë kundër Shqipërisë në datën 11 tetor dhe pak ditë më vonë kundër Andorrës.